Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar pasuri me vlerë 4 milion euro të dyshuar se janë vënë nga veprimtaria kriminale. Bëhet fjalë për prona, ndërtesa, biznese dhe truall. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, u sekuestruan pasuritë e një shtetasi dhe të familjarëve të tij në hetim për 2 vepra penale: falsifikimi i dokumenteve dhe pastrimi të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, të parashikuara nga nenet 186 dhe 287 të Kodit Penal. Hetimet e zhvilluara mbi procedimin penal numër 25 të vitit 2023 çuan në sekuestrimin e pasurive të luajshme dhe të paluajshme të këtij shtetasi, prona, ndërtesa, biznese dhe truall, të cilat shkojnë në vlerën rreth 4 milion euro. Më konkretisht, me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, u sekuestruan pasuri të llojit truall, pasuri të llojit bodrum, pasuri të llojit njësi, pasuri të llojit apartament dhe pasuri të llojit ndërtesë.